Ka ditë që kalojnë pa lënë gjurmë dhe ka ditë si kjo që në heshtje vendosin drejtimin e së ardhmes. Energjitë që lëvizin sot nuk kërkojnë vëmendje, por ndikojnë gjithçka. Disa shenja do përballen me zgjedhje të vështira. Të tjera do gjejnë përgjigje që kanë kërkuar prej kohësh. Ky është momenti për të dëgjuar jo vetëm horoskopin, por edhe veten. Dashi. Sot ndjen një tension të brendshëm që të shtyn të veprosh menjëherë, por jo çdo betejë ja vlen të luftohet. Ka situata që kërkojnë durim, jo forcë. Në punë dikush mund të sfidojë autoritetin ose idenë tënde. Mos reago menjëherë, përgjigja e menduar ka më shumë fuqi se reagimi i shpejt. Në dashuri, një fjalë e thënë gabim mund të krijojë distancë. Nëse ndjen diçka, thuaje por me kujdes. Mesazhi i ditës. Kontrollo zjarrin brenda teje. Ai mund të të ndriçojë ose të djegë. Demi. Sot të kërkohet të dalësh nga zona jote e rehatisë. Nuk është diçka që e bën me dëshirë, por është e nevojshme. Në aspektin financiar, një mundësi mund të duket e pasigurt, por në fakt fsheh potencial. Analizoje, mos e refuzo menjëherë. Në dashuri, dikush pret më shumë stabilitet nga ty. Pyet veten, apo jep aq sa kërkon. Mesazhi i ditës. Rritja fillon aty ku mbaron rehatia. Binjak. Mendja jote sot është si një stuhi i desh. Problemi nuk është mungesa e mundësive, por zgjedhja e duhur. Në punë një ofertë ose bashkëpunim mund të vijë papritur. Mos thuaj po vetëm nga entuziazmi. Në dashuri, komunikimi është çelësi, por edhe sinqeriteti. Mos luaj me fjalë nëse ndjenjat janë serioze. Mesazhi i ditës. Jo çdo mundësi është për ty, zgjidh me kujdes. Gaforja. Sot është një ditë ku e kaluara mund të trokas në derën tënde. Kujtime njerëz, ndjenja jo gjithmonë për të rikthyer, por për të kuptuar. Në punë qëndroj përqendruar. Emocionet mund të shpërqendrojnë nga një detyrë e rëndësishme. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të shërojë diçka që ka kohë që të rëndon. Mesazhi i ditës. Mos e lejo të kaluarën të kontrollojë të tashmen. Sot ndihesh sikur duhet të provosh diçka, për veten ose për të tjerët. Por pyetja është, kujt po i dëshmon vlerën tënde? Në punë mund të marrësh vëmendje, por edhe përgjegjësi. Mos e merr gjithçka mbi vete. Në dashuri, dikush mund të ndihet i lënë pas dore. Egoja duhet të lërë vend për ndjeshmëri. Mesazhi i ditës. Vlera jote nuk ka nevojë për aprovim. Virgjëresha. Gjërat sot nuk do shkojnë sipas planit, dhe kjo është sfida jote më e madhe. Në punë, një ndryshim i papritur kërkon fleksibilitet. Perfeksionizmi nuk do të ndihmojë këtë herë. Në dashuri mund të jesh shumë kritik ndaj vetes ose partnerit. Jep pak më shumë mirëkuptim. Mesazhi i ditës. Jo gjithçka që del jashtë planit është gabim. Ka një moment në çdo ditë kur gjithçka bëhet më e qartë. Jo sepse ndryshon bota, por sepse ndryshon mënyra si e sheh atë. Kjo është pjesa ku shumë shenja përballen me realitetin pa iluzione, pa justifikime. Peshorja. Sot ndihesh i ndarë mes asaj që do dhe asaj që duhet të bësh. Balanca që zakonisht të karakterizon duket e lëkundur. Në punë, një vendim kërkon drejtësi dhe objektivitet. Mos u përpiq të kënaqësh të gjithë, kjo është e pamundur. Në dashuri, dikush pret qartësi nga ty. Heshtja mund të interpretohet si mungesë ndjenje. Mesazhi i ditës. Vendimet e vështira janë ato që të çojnë përpara. Akrepi. Energjia sot është intensive për ty. Ndjenjat janë të thella, por edhe dyshimet mund të rriten. Në punë, dikush mund të mos jetë aq i sinqert sa duket. Beso intuitën, por mos vepro pa prova. Në dashuri, pasioni është i fortë, por edhe xhelozia mund të shfaqet. Kontrollo reagimet. Mesazhi i ditës. Jo çdo ndjenjë duhet të kthehet në veprim. Shigjetari. Sot kërkon liri, ndryshim, diçka ndryshe nga rutina, por realiteti mund të mbajë të lidhur me detyrimet. Në punë, një mundësi për të mësuar diçka të re mund të hap një rrugë të re në të ardhmen. Në dashuri ke nevojë për hapësirë, por mos e keq përdor si shmangje. Mesazhi i ditës. Liria pa përgjegjësi është vetëm iluzion. Britsjapi. Sot është një ditë ku puna dhe përgjegjësia janë në fokus, por brenda teje ka një lodhje që nuk mund ta injorosh më. Në punë mund të marrësh një rezultat për përpjekjet e tua, por nuk do vijë pa stres. Në dashuri, dikush mund të ndihet i lënë pas dore për shkak të fokusit tënd te karriera. Mesazhi i ditës. Suksesi nuk ka vlerë nëse e ndan me askënd.
Ujori. Sot mendja jote kërkon diçka të re, ndryshe, jashtë normales. Nuk je për rutina sot. Në punë, një ide kreative mund të duket e çuditshme për të tjerët, por mos e braktis. Në dashuri ke nevojë për një lidhje që të kupton, jo që të kufizon. Mesazhi i ditës. Mos e ul veten për të përshtatur me të tjerët. Sot je më intuitiv se kur. Ndjen gjëra që të tjerët nuk i shohin. Në punë ki kujdes nga shpërqendrimi. Fantazia është e bukur, por realiteti kërkon fokus. Në dashuri është një ditë e mirë për afrim emocional. Dikush mund të hapet para teje. Mesazhi i ditës, besoj intuitës, por mos haro logjikën. Kjo ditë nuk është rastësi. Çdo ndjesi, çdo sfidë, çdo mundësi është një sinjal. Pyetja nuk është çfarë do ndodh, por si do reagosh ti. Sepse në fund horoskopi nuk parashikon fatin. Ai vetëm të tregon ku po shikon universi.